Mbas larjes së kokës dhe tharjes së saj, vendoset ky serumi për flokët. Pra, një ekstrakt nga bimët e rozmarinës, të rrënjës së hithrës, të livandos e të tjera. Dhe kjo çfarë ka si parim në vetvete? Të vrasi mikrobet, bakteriet, të ushqej rrënjën e flokut dhe tubin e flokut. Kjo funksionon mrekullisht mirë duke u përdorur 2 deri në 3 herë në javë. Ndërsa çaji për forcimin e rrënjës së flokut funksionon edhe duke pirë 2 deri në 3 gota në ditë para buke dhe njëkohësisht 1 ose 2 herë në javë, sidomos kur flokun e duam që ta kemi atë pak të serumin e flokëve, mund të lagim pak skalpin e kokës dhe majat e tyre, duke bërë një spërkatje me çajin, ashtu si kundër e kemi kulluar dhe e kemi bërë gati për ta pirë, marrim gjysmë gote dhe lagim gjithë skalpin e kokës me këtë çaj.